aplikuan në konkurs e shkuan deri në testim. Mirë po me të hyrë aty, shpresat për përzgjedhje ju shuan. Në një konkurs për zyrtar ligjor në spitalin e Gjakovës, të hapur nga SHSKUK-ja, pjesëmarrësit u ankuan se nuk i lejuan të shënonin kodin identifikues. Bashkë me këtë paregullsi, në një rrëfim për Kiks Kosovën, KPK ka akuzuar komisionin edhe për paregullsi të tjera. Lidhur me këto akuza, Kiks Kosova ka marrë edhe verzionin e SHSKUK-s. Në një përgjigje me shkrem, nga drejtoria u hodhën poshtë të gjitha akuzat për kurdisje të konkursit. Vlerësojmë se çdo procedurë e cila ka qenë në mandatin e komisionit është zhvilluar në pajtim të plot me legjislacionin në fuqi dhe ka qenë meritore, andaj konsiderojmë që ky pretendim është krejtësisht i pabazuar. Tutja ta thonë se shkrimi i kodeve ka ndodhur në fund të testimit, sipas tyre me kërkesë të pjesëmarrësve. Ju njoftoj që nuk qëndron pretendimi se kandidatët nuk e kanë shënuar kodin në testim. Mirë po ajo çka është kërkuar nga ta është që në momentin që ti përfundojnë përgjigjet e pyetjeve dhe dëshirojnë që ta dorëzojnë testin, kodi në testim të shkruhet bashkërisht me zyrtarin përgjegjës të burimeve njerëzore dhe kjo është bërë me arsyetimin që të mos kemi gabime me rastin e shënimit të kodit në testim. Nga drejtoria pranojnë që atë ditë ka pasur vonesë për fillimin e testimit, mirë po vazhdimi i procesit thonë se është bërë me pajtueshmëri të pjesëmarrësve. Ju sqarojmë që është e vërtetë që komisioni është vonuar derisa ka mbërritur në sallën ku është mbajtur testi. Arsyeja e vonesës ju është shpjeguar të gjithë kandidatëve para se të fillojë testimi dhe ju kemi kërkuar që nëse nuk ndihen të gatshëm mund të mbajnë një ditë tjetër, mirë po të njëjtit kanë refuzuar. Vonesa ka qenë diku rreth 35-40 minuta.